Po nisim me kryeqytetin, ku ditën e sotme do të kemi reshje shiu. Ndonë se dita ka nisur qetë, pritën që përgjatë momenteve të ndryshoj situata e motit, temperatura do të shkojnë nga 14 gradë minimalja në 22 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet dhe nesër do të vijojnë reshjet e shiut. Me 7 gradë Celsius do të nisin temperaturat në orët e para të ditës dhe më e larta që do të regjistrohet do të shkojë në 21 gradë Celsius. Për të vijuar tani me qytetin bregdetar të Durrësit, shohim bashkë se si nis kjo javë për këtë qytet. Dita sot do t'jetë me reshje intensive shiu, me temperatura që nisin nga 16 gradë në orët e pare të ditës dhe arrin maksimalja në 21 gradë Celsius, dhe sa kaq ditën e nesërme do të kemi sërish reshje shiu, por do të kemi edhe kthjellime për gjatë orareve të ndryshme të ditës. Temperaturat shkojnë nga 12 gradë minimalja në 21 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri në qytetin bregdetar të Durrësit. Për të zhvendosur tani në Elbasan. E për të parë së bashku që dita sot dhe nesër ka reshje shiu, megjithatë sot reshjet janë intensive, nesër do të ketë edhe kthjellime. Temperaturat në këtë të hënë do të shkojnë nga 13 gradë minimalja në 22 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet, dhe nesër nga 8 gradë në orët e para të ditës në 22 gradë Celsius më e larta që do të shënojë termometri. Për të vijuar me qytetin e Radhës, o qyteti i Fierit, ai ku do të ndalemi së bashku, dhe do të shohim që sot dhe nesër kemi reshje shiu, situata e reshjeve sot është intensive me temperatura që shkojnë nga 14 gradë minimalja në 23 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet, dhe dita nesër për te reshjeve të shiut ka edhe kthjellime dhe temperaturat nisin nga 10 gradë minimalja në 21 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet. Ajo çfarë vërejmë që ndryshon në qytetin e Fierit sot dhe nesër është pikërisht fakti që nesër kemi një rënje të temperaturave, ndonse dita do të jetë me kthjellime përtej shirave dhe vranësirave. Shkojmë mëtej në qytetin e Beratit, sot kemi një mot me shi, një ditë me shi, dhe nga ana tjetër do të ketë edhe shkarkime elektrike, pra dita do të ketë me temperatura nga 14 gradë Celsius minimalja në 23 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet, dhe dita nesër pritet që tjetë po prap me reshje shiu, por ka edhe kthjellime. Ky është lajmi i mirë për ata qytetarë që jetojnë dhe veprojnë në këtë qytet të Shqipërisë, me temperatura që në fakt pësojnë një rënje nga dita e sotme, duke shkuar kështu në 9 gradë Celsius ajo minimale dhe në 21 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të regjistrohet. Për të vijuar tani me qytetin e Radhës, jemi në Korçë. Dita sot dhe nesër do të jetë me reshje shiu intensive, kështu që çadrat mos i ndani, dhe mirë është që asnjëri prej nesh në këtë periudhë të vitit të mos e ndaj çadrën nga çanta, sepse do të na duhet vazhdimisht. Temperaturat sot shkojnë nga 9 gradë minimalja në 18 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet. Dhe nesër pësojnë në fakt një rënje temperaturat në qytetin e Korçës, duke shkuar kështu 5 gradë Celsius ajo minimale në orët e para të ditës dhe 14 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të regjistrohet. Kështu që bëuni gati që përtej se të jeni të përgatitur për reshjet e shiut, përgatiteni pak edhe për veshjen në mënyrë që të mos prekeni edhe nga këto virozat dhe gripi, sepse duhet thënë që nëntori është një muaj që sjell fatkesisht edhe rastet më të shtuara të gripit në vend. Shkojmë mëtej me qytetin e Vlorës. Vlora sot ka vranësira dhe kthjellime, një mot i alternuar mes të dyjave, mes temperaturave që nisin nga 15 gradë minimalja dhe arrin maksimalja në 23 gradë Celsius. Dhe nesër përgatituni për reshje shiu, sepse do të kemi në fakt reshje shiu jo shumë intensive, gjatë ditës ka edhe kthjellime, do të ketë pra edhe diell. Temperaturat do të shkojnë nga 12 gradë në orët e para të ditës në 21 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet. Dhe po vërejmë që edhe në Vlorë kemi një rënje të temperaturave. Shkojmë ndërkohë në qytetin e Radhës tashmë. Nga Vlora ndalemi këtë herë në një tjetër qytet të Shqipërisë për të parë së bashku se si do të jenë temperaturat, si do të jenë kushtet e motit, nëse sadopak do të jenë qytetarët të favorizuar në këtë fillim nëntori, dhe me sa duket java në Gjirokastër nis po ashtu sikurse në të gjitha qytetet që kemi përmendur deri më tani, me reshje shiu sot intensive, nesër më të rralla, dhe normalisht, sikur se e vërejmë edhe prej grafikut, do të ketë edhe kthjellime për gjatë ditës së nesërme, megjithatë
Temperaturat dukshëm janë më të ulta krahasuar me ditën e sotme, ku temperatura minimale shkon 13 gradë dhe ajo maksimale 20 gradë Celsius dhe nesër do të nisin nga 10 gradë Celsius në orët e para të ditës temperaturat dhe do të arrin maksimumin e tyre për gjatë orareve të mesditës në 19 gradë Celsius. Shkojmë tashmë në një tjetër qytet të Shqipërisë, do të jemi në Sarandë për të parë së bashku nëse Saranda është po ashtu e njëjtë si qytetet e tjera të sipër përmendura dhe në fakt nuk është se ndryshon shumë situata, sikurse e dallojmë prej grafikut të paraqititur në këto momente në LED Wall. Sot rreshje shiu intensive, nesër po prap vijojnë rreshjet, por me kthjellime për gjatë ditës. Temperatura ditën e sotme shkojnë nga 13 gradë minimalja në 19 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet në këtë qytet bregdetar të Shqipërisë. Dhe nëse flasim për ditën e nesërme, në të martën e kësaj jave, temperatura do të shkojnë nga 12 gradë minimalja në orët e pare të ditës, në 19 gradë temperatura më e lartë që do të regjistrohet. Është më se normale, në fakt që të kemi këto temperatura, por edhe këto kushte, moti e rikujtoj. Jemi në nëntor, kështu që është muaj i fundit i vjeshtës, po përgatitemi për dimrin, jemi të favorizuar ndoshta nga pjesa tjetër, sepse ne kemi shumë ditë me diell, pjesa më të madhe të vitit e kemi me diell, kështu që duhet jemi mirënjohës për këtë fakt edhe patjetër për shumë sektor, sikurse është bujësia një prej tyre, shirat janë një mundësi shumë e mirë për të zhvilluar kulturat bujësore, kështu që duhet shohim pak edhe interesat e të tjerëve përtej atij acarimit që secili prej nesh jeton në zona urbane, përjeton në momentin që ka rreshje shiu. Pastaj ka nga ata që e shijojnë. Por sa kaq jemi në tropoj, aty ku dita sot nis dhe vijon me rreshje shiu intensive, me temperatura që shkojnë nga 11 gradë minimalja në 18 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet. Dhe nëse i referohemi ditës së nesërme, do të largohen rreshjet e shiut. Ky është lajmi i mirë që mund t'ju jap përtej faktit që do të kemi një rënje të temperaturave dhe ato shkojnë nga dita e sot me minimalja 11 gradë Celsius në 5 gradë temperatura minimale që regjistrohet nesër, dhe nga 18 gradë maksimalja sot në 15 gradë temperatura më e lartë që do të regjistrohet, ndërkohë që kushtet e motit vijojnë mes kthjellimeve dhe vranësirave, një mot i alternuar mes të dyjave. Nga tropoja ndalemi tashmë në qytetin e Radhës. Jemi në Puk. Dita sot në Puk nis me rreshje shiu intensive me temperatura që shkojnë nga 11 gradë, ata që janë zgjuar herët i kanë ndier në 16 gradë Celsius maksimalja. Nesër lajmi i mirë se largohen rreshjet e shiut dhe kemi një mot me kthjellime dhe vranësira për gjatë gjithë ditës. Temperaturat do të pësojnë një rënje të lehtë, duke shkuar kështu minimalja në 7 gradë Celsius dhe temperatura më e lartë që do të regjistrohet në 15 gradë Celsius. Shkojmë në qytetin e Radhës tashmë. Jemi në Kukës. Sot dhe nesër kemi rreshje shiu. Pra, në këtë fillim jave, edhe Kuksi, si gati të gjithë qytetet e përmendura deri më tani, do t'jetë me rreshje shiu, por sot janë intensive, nesër disi më të rralla. Ajo çfarë vërehet është një rënje e temperaturave nga sot nesër. Ajo minimale ditën e sot me shkon në 8 gradë, ajo maksimale në 21 gradë Celsius, ndërkaq nesër temperaturat do të shkojnë nga 4 gradë minimalja në 13 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet. Zhvendosemi në një tjetër qytet, jemi në Peshkopi, sot dhe nesër kemi rreshje shiu, çadrat me vete, vlen gjithmonë për t'ju kujtuar pikërisht këtë. Temperaturat sot shkojnë nga 9 gradë minimalja në 18 gradë Celsius, temperatura më e lartë që regjistrohet, dhe nesër nga 3 gradë temperatura minimale në orët e para të ditës në 14 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet në këtë qytet të Shqipërisë. Për të vijuar tashmë me qytetin e Radhës, jemi në Shkodër, aty ku situata e motit është sot me shi dhe temperatura që shkon nga 14 gradë Celsius minimalja në 19 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet, dhe nesër largohen rreshjet e shiut dhe do të ketë një mot alternuar mes kthjellimeve dhe vranësirave, me temperatura që shkojnë nga 9 gradë në orët e para të ditës në 20 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet për gjatë orareve të mesditës. Qyteti i Radhës ku do ndalemi është qyteti i Lezhës, aty ku dita sot është me rreshje, me temperatura që shkojnë nga 14 gradë minimalja në 19 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet. Dhe nesër do të largohen rreshjet e shiut, kemi një përmirësim
të kushteve të motit, duke pasur kthjellime dhe vranësira, temperaturat do të shkojnë nga 10 gradë minimalja në 20 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet. Por tashmë është momenti të fillojmë me vendet e rajonit, do të shkojmë së pari në Shkup për të parë që dita sot vjen me kthjellime dhe vranësira dhe temperatura që nisin nga 10 gradë minimalja në 20 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet. Dita nesër është me vranësira, pra është një ditë gri dhe temperatura më të ulta, ajo minimale 5 gradë Celsius dhe temperatura më e lartë që do të regjistrohet 13 gradë Celsius. Për të vijuar me Prishtinën, e për të parë që sot dhe nesër situata e motit në Prishtinë është me reshje shiu, por edhe kthjellime për gjatë ditës. Dhe temperaturat në fakt janë ato që pësojnë ndryshimin më të madh nga dita e sotme në nesër, sepse do të pësojnë një rënje të ndjeshme. Sot nga 6 gradë në 18 gradë Celsius do të shkojnë termometri në Prishtinë, me temperaturën 18 gradë që është më e larta që regjistrohet, dhe nesër nga 2 gradë në orët e para të ditës në 11 gradë Celsius, temperatura më e lartë që regjistrohet në kryeqytetin e Kosovës. Shkojmë mëtej në qytetin e Radhës, jemi në Milano. Sot kemi një ditë me diell, por edhe me disa vranësira për gjatë ditës, me temperatura që nisin nga 6 gradë minimalja dhe arrin maksimale në 18 gradë Celsius, dhe dita nesër do të jetë plot diell me temperatura pak më të ulta në raport me ditën e sotme, nga 5 gradë në orët e para të ditës në 17 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet. Tashmë është momenti të shkojmë në Bruksele për të parë së bashku nëse ka reshje shiu, po që ja, nuk ka reshje shiu, dita nis mbar sot. Dhe temperaturat shkojnë ditën e sotme nga 11 gradë në orët e para të ditës në 13 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet, dhe gjendja e situata e motit do të jetë mes kthjellimeve dhe vranësirave për gjatë gjithë ditës. Sa kaq ditën e nesërme do të kemi një ditë gri, nuk ka reshje shiu, po nuk ka as diell. Fatkeqësisht temperaturat do të shkojnë nga 11 gradë minimalja në 15 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet. Për të vijuar tashmë me Parisin, aty ku situata e motit sot është gri me vranësira, me temperatura që shkojnë nga 9 gradë minimalja në 15 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri për gjatë orareve të mesditës, dhe dita nesër do të ketë edhe pak diell për ta thyer këtë zymtësi në fakt që sjell ndonjëherë vjeshta, me temperatura që shkojnë nga 11 gradë minimalja në 17 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet. Edhe prezenca e diellit ndihet edhe tek ndryshimi i temperaturave, duke qenë se pësojnë një rritje. Për të shkuar në përfundim në New York, e për të parë së bashku se si do të jetë dita. Sot ka diell, ditë e mirë për të shijuar, me temperatura që nisin nga 10 gradë minimalja dhe arrin maksimalja në 15 gradë Celsius, dhe nesër përgatituni për reshje shiu. Megjithatë, sërish do të ketë disa kthjellime për gjatë ditës, kështu që mirë është ta shohim pozitivisht edhe këtë ndryshim të motit. Është vjesht, kështu që është më se natyrshme që do të kemi edhe vranësira, edhe reshje shiu, po nuk do të mungoj patjetër edhe dielli. Ajo çfarë ne mund t'i marrim më së miri vjeshtës është kjo panorama e mrekullueshme që ofron. Ajo situata që e shohin përsëritet kudo, edhe është e patjetërsueshme me asgjë tjetër. Mirë, ne kemi përfunduar me motin.